وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Faraoni dhe kombi I tij kur pan shkopin dhe zin e mungesën e frutave I than Musait, çfarë do lloj mrekullie që të na sillesh për të na bërë magji, sille, por ne përsëri nuk do të të besojmë ty. Për këto fjalë Musa I mallkoi ata dhe ne me madhërin ton u dërguam tufanin, karkalecët, tëjen, bretkosat dhe gjakun si mrekulli të veçanta, por ata përsëri u krenuan dhe nuk e pranuan besimin dhe kështu u bën prej keqbërësve. Kuptimi, Faraoni me të tjerët kur pan mrekullitë e të madhit Musa I than me një fartallje kur do herë që të na sjellësh ndonjë mrekulli prej Zotit tënd për të vërtetuar profecinë tënde dhe për të na magjepsur neve e që të na rrëmbesh pasurinë tonë, ne kurrë nuk do të të besojmë ty dhe ti kot që lodhesh, kurse Zoti me madhërinë e vet për të ndihmuar Musan dhe për t'u hakmarrë ndaj qafirëve, dërgoi tufanin që e rrethoi Egjiptin nga të katër anët me ujë, madje uji u hyri edhe nëpër shtëpitë, por ata nuk u bindën. Atëherë Zoti u dërgoi karkalec, të cilët I hëngrën krejtësisht mbjellët e pemët, derisa filluan të futen edhe nëpër shtëpitë, por ata përsëri nuk u bindën. Pas karkalecëve Zoti u dërgoi tëjen, ose një lloj mize të vogël mbas edhe ndonjë flutur të vogël, e cila u hynte në rroba e në gjell dhe nuk u la gjë pa ngrënë, por Faraoni me shokët e vet përsëri nuk u zgjuan. Atëherë Zoti u dërgoi bretkosat, të cilat mbushën gjithë Egjiptin derisa filluan të futen edhe në gojë kur ata flisnin, por përsëri ata nuk nxorën mësim. Më në fund Zoti u dërgoi gjakun, ujin u bëri të gjithin gjak. Këto shenja u dërguan njëra pas tjetrës për të qenë si dëshmuese të fuqisë së Allahut dhe të profecisë së Musait, por Faraoni me shoku mbajtën me të madh dhe nuk I pranuan ato mrekulli dhe kështu ata u bën një komb keqbërës që meritoi ndëshkimin. Fahri Raziu dhe Bejzaviu kanë thënë, disa interpretues të Kuranit kanë thënë se tufani në këtë ajet është për epidemin e murtajës, taun, por e vërteta është për rebeshin e ujit zbritur me lutin e Musait. I gjithë vendi u mbush me ujë si të ishte det. Uji ishte kaq I shumt sa egjiptianët kanë ngelur në këmbë një javë rresht. Por e habitshme ishte se në shtëpitë e Beni Israilve që ishin të përziera me shtëpitë e egjiptianëve, nuk hynte asnjë pikë ujë dhe ata rinin të qetë. Kur egjiptianët u raskapitën dhe e panë se s'kishin tjetër zgjidhje, veç se t'i luteshin Musait, ata shkuan te Musai dhe ju lutën atij, atëherë Zoti u alargoi ujin, mirëpo Faraoni me shok përsëri nuk besuan. Atëherë Zoti dërgoi njërën pas tjetrës mrekullitë që u përmendën më lart dhe që dëmtonin vetëm egjiptianët. Walamma waqa alayhim ar-rijs qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida 'indak. Kur atyre u ndodhte ndonjë katastrofë, thoshin: O Musa, lut ju Zotit tënd për ne pas atij premtimi që ai të ka bërë ty. Le in kashafta 'anna ar-rijsa lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Të betohemi nëse do të na largosh këtë ndëshkim, ne patjetër që do të besojmë dhe do t'i lejojmë Beni Israilit të shkojnë me ty ku të doni. Falamma kashafna anhum ar-rijsa ila ajalin hum balighu idha hum yankuthun. Kur ne u alarguam ndëshkimin atyre deri në një kohë, ata e panë se e thyen besën dhe nuk e mbajtën fjalën që patën dhënë. Kuptimi, sa herë që atyre u zbriste ndëshkimi, ata vinin e I luteshin Musait: O Musa, ti që I bën thirrje botës për në rrugën e mbar, lut ju Zotit tënd me atë dituri që të ka dhënë për shpëtimin ton. Po, lut ju Zotit tënd, sipas premtimit që ai të ka bërë ty, se do ta pranoj lutjen tënde. Të betohemi nëse na largon këtë ndëshkim, patjetër do të të besojmë dhe do të të lejojmë të shkosh bashkë me Beni Israilit në Kuds. Kështu e jepnin ata besën, madje e përforconin edhe me betim se do të besonin, por kur me lutjet e Musait atyre I largohej ndëshkimi, madje u lihej edhe një kohë e caktuar që të besonin, befas shikoi që ata të mos e mbanin besën e dhënë. Fraza bima ahide indak është për diturin që Zoti kishte dhënë Musait nëpërmjet profecisë. Atëherë kuptimi I ajetit është: lut ju Zotit për ne me atë dituri që ai të ka dhënë, ose fjala ahd është për premtimin që Zoti ka dhënë Musait se ai do t'ia pranojë atij lutjen. Atëherë kuptimi I ajetit është: O Musa, lut ju Zotit tënd për shpëtimin ton sipas premtimit të Zotit që të shëton ty. Ose shkronja B në fjalën bima është B për betim. Atëherë kuptimi I ajetit është: betohemi në atë besë të Zotit që është tek ti, se nëse na ngren këtë ndëshkim, patjetër që do të besojmë. Fraza ila ajalin hum balighu është për atë kohë që kishin caktuar se do të besonin, ose për atë kohë që ishte caktuar te Zoti për zhdukjen e tyre. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
Më në fund kur faraoni dhe kombi i tij ngulën këmbë në kufër, ne u hakmorëm ndaj tyre dhe i mbytëm në det, sepse ata i përgënjështronin ajetet tona dhe ndaj atyre ajeteve ishin në gjumë. Zoti u kishte premtuar Beni Israilve me gojën e Musait se do t'i zhdukte armiqtë e tyre dhe se ata do t'i bënte trashëgimtar të tokës së tyre. Ndër këto dy premtime të parin e tregoi ajeti i sipërm dhe tani për treguar se qysh i ka bërë ata trashëgimtar të Egjiptit, Zoti urdhëron e thotë: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Ne me madhërin tonë bëm trashëgimtare dhe atë kombi që e quanin të mitur në anën e lindjes e të perëndimit të Egjiptit, në ato vende që ne i kemi bërë të uruara, që prodhojnë shumë që kanë ujra e pemë, dhe u plotësua fjala e bukur e Zotit tënd për Beni Israilët, për atë që ata duruan, dhe ne i shkatruam shtëpitë e pallatet që ndërtonte faraoni dhe kombi i tij. Kuptimi: ne me madhërin tonë bëm trashëgimtar atë komb, të cilin faraoni me shok i quanin të mitur dhe e përdornin si rob në punë të rënda, i mbysnin djemt dhe i linin të gjalla vajzat për t'i çnderuar. Ne lëshuam në dorën e atij kombi anën lindore perëndimore të Egjiptit, që janë toka të uruara që prodhojnë të gjitha llojet e të mbjellave dhe që kanë ujëra të bollshme e pemë të shumta. Fjalët e bukura të Zotit janë ato premtime të hijshme që bëri, u plotësuan për Beni Israilët sepse ata bën durim të madh. Ne i shkatruam dhe i shuam punët e faraonit me shok, i rënuam ato pallate të bukura që ata kishin ndërtuar. Fahri Razi u thot: kombin që quhej i mitur prej faraonit me shok është për Beni Israilët, të cilët ata i përdornin në shërbime të rënda e të poshtra. Atyre u ambysnin djemt dhe u linin gjallë vajzat, nuk i jepnin leje të shkonin nga ana e Damaskut, por i mbanin si rob të burgosur. Por më në fund edhe faraonin e gjeti ndëshkimi i mizorisë dhe Beni Israilët e pan shpërblimin e durimit të tyre. Ana lindore e tokës është për anën e Damaskut, sepse Shami bie nga ana lindore e Egjiptit. Perëndimi është për anën e Saidit të Egjiptit. Vendet e uruara, fjala është për Damaskun, vende që Beni Israilët i kanë futur nën sundimin e tyre në kohën e Daudit e të Sulejmanit. Në atë kohë pushteti i Beni Israilëve ka qenë më i fortë në botë. Pra trashëgimtarët e Egjiptit u bën pasardhësit e Beni Israilëve të kohës së Musait. Fjala e bukur e Zotit është për premtimin që Zoti u kishte bërë më parë Beni Israilëve, se ai do t'i zhdukte armiqtë e tyre dhe ata do t'i bënte zëvendës trashëgimtar të vendit të tyre. Zoti tregon haptazi se shkaku që Beni Israilët i merituan këto mirësi është durimi i tyre. Pra nga ky ajet kuptohet se ata që i përballojnë fatkeqësitë me durim, gjithmonë kanë fitim.